Si të zhvillosh aftësi të reja përveç shkollës e fakultetit, vetëm në këtë video. Kemi folur tashmë se sa shumë ndihmon arsimi formal, fakulteti apo shkolla në zhvillimin e aftësive të tua. Por tani, fokusi është tek ai tjetri, arsimi jo formal. Ai mund të sjellë aftësi, lidhje dhe madje para. Çfarë kanë të përbashkët këto edukime? Tema konkrete, një program që ndiqet, një edukator ose trajner. Këto edukime mund të jenë online ose me prezencë fizike, me pagesë ose falas, me certifikat ose pa të. Zakonisht ka një formular aplikimi. Ndonjëherë duhet të konkuroni që të pranoheni. Mund të jenë në gjuhën tonë ose edhe në gjuhë të huaj. Shumë shpesh në anglisht. Cilat janë format e arsimit jo formal? Trajnime, kurse, seminare, punëtori, akademie të tjera. Organizohen nga kompani arsimore ose organizata jo qeveritare. Temat janë të pafundme. Mund të jenë edukime për të thelluar njohurit mbi të drejtat e njerëzit, të mësosh si të kërcesh salsa, të kultivosh mjedra, të krijosh një plan biznesi, të bësh një kamp si scout, apo të mësosh të vizatosh. Mund të marrësh dhe certifikat për gjuhë të huaj, udhëfyes turistik, programim në C++, instruktor i ndihmës së parë, mjeshtër për pica, edukator bashkëmoshatar për shëndetin riprodhues. Këto trajnime, përpos se t'japin aftësi të reja, janë plus për CV-n. Janë shumë të mira për të zbuluar çfarë të intereson ty, për çka ke talent dhe pasion. Platformat e mësimit online. Trajnime online. Mëson online, me ritmin tënd, Harvard, Stanford, të gjitha janë aty. Kurse nga universitetet më prestigjioze, në platformat Coursera, Udemy, Duolingo e të tjerë. Dhe së shpejti, do krijosh edukatorin tënd me AI. Libra, manual, udhëfyes, podcaste e dokumentar. Nuk kanë trajner, por të japin ide. Në autobus, në krevat, duke ecur, bëhu sfungjer për informacion. Video tutoriale, YouTube, TikTok, të mësojnë gjithçka, të gatuash, të grimohesh, të bësh DJ, të ndërtosh një ser, të rregullosh ujin, të programosh, të editosh foto. Nuk kanë certifikat, por kanë aftësinë. Kështu është dhe kursi Star, si të bësh tërheqës në tregun e punës, praktika dhe internship, praktik direkte e dobishme. Po për këtë, më shumë në një episod tjetër të Star. 2 janë parakushtet për ta shfrytzuar këtë. Je proaktiv, asgjë nuk i vjen vetvetiu të përtuarit. Je i informuar, sepse informacioni është fuqi. Ndiq Star.study, publikojmë çdo ditë mundësi të reja. Shto dhe portale të tjera, grupe në Facebook, kanale të dobishme në Instagram dhe YouTube, apo newsletter. Sidoqoftë, shkolla nuk mjafton. Fiton ai që ka më shumë aftësi. Prandaj, kliko, hulumto dhe apliko. Dhe shiko episodet e tjera të Star. Janë aty për të të hapur dyert.